Me që të ndëruar ju përshëndes prap, lutem që t'jeni mirë gjithë. Do të vazhdojmë sot edhe me një video tjetër ku do të flasim për atë se a është ruajtur Kurani nga Allahu në mënyrë të përsosur. Kjo është pjesa dytë kemi bërë edhe një video tjetër lidhur me këtë çështje para disa ditë që mund të shkoni edhe ta shikoni. Por jemi duke bërë pyetjen se a është vërtet se Kurani është ruajtur në mënyrë të përsosur? A është Kurani që ne kemi sot saktësisht i njëjtë me atë që ju shpall Muhamedit në kohën e tij? Muslimanët e pohojnë këtë gjë, ata na thonë se Kurani që ne kemi sot është saktësisht i pandryshuar, është mbrojtur në mënyrë të përsosur që nga koha e Muhamedit, asnjë pikë, asnjë presje nuk është ndryshuar. Kjo është diçka që muslimanët vazhdimisht e thonë, sepse vetëm e kanë dëgjuar nga njerëzit mirë, po kur i shoqërojmë burimet e hershme islamike, burimet më të hershme islamike, e shohim se gjërat janë ndryshe. Nuk është në fakt e vërtetë që Kurani është ruajtur ashtu, është ruajtur në mënyrë të përsosur, ashtu siç muslimanët na pohojnë. Kështu që sot do të vazhdojmë edhe me këtë video tjetër ku do të shikojmë edhe një hadith tjetër, një hadith sahih, një hadith i saktë, i vërtetë, që na tregon se diçka në fakt ka humbur nga Kurani, diçka që në një kohë ekzistonte në Kur'an më nuk recitohet sot dhe nuk mund ta gjesh në Kur'an. E kam fjalën për këtë hadithin këtu, është Sunan Nasai, hadithi me numër 3307 ose në formë libri 6, hadithi 112. Është i graduar si hadith sahih, do të thotë është siç thash hadith i vërtet. Edhe siç çka thotë, transmetohet se Aisha ka thënë, një nga gjërat që Allahu i plotfuqishëm dhe i lartësuari e shpalli në Kur'an ishte se 10 ushqyerje të qëllimshme me gji e ndalojnë martesën. Pastaj kjo u shfuqizua dhe u ndryshua në 5 ushqyerje të qëllimshme me gji. Pastaj dërguari i Allahut ndroi jetë kur kjo ishte diçka që ende recitohej në Kur'an. Pra, çka shohim këtu? Këtu e kemi atë konceptin e abrogimit apo të shfuqizimit të ajeteve nga Allahu në Kur'an. Kjo është ideja kur një zbulis, një shpallje që Allahu e jep për një kohë është si e përkohshme, pastaj ai e abrogon apo e zaventson atë, e heq atë dhe e zaventson me diçka tjetër, ose mund të thjesht ta heq atë pa zaventsuar me asgjë, vetëm ishte si zbulesë e përkohshme. Kjo në fakt në vetvete është problematike, por sido që të jetë, muslimanët besojnë se ky koncepti i abrogimit apo i shfuqizimit ka ndodhur vetëm gjatë kohës së profetit Muhamedit, gjatë kohës që ai ka qenë gjallë. Mirë po, në këtë hadith ne shohim diçka tjetër. Siç e pam, ky hadith, siç thash, është i vërtetë, është sahih, transmetuar nga vetë gruaja e Muhamedit, Aisha. Dhe ky hadith na thotë se fillimisht Allahu i tha Muhamedit, ja shpalli Muhamedit ajetin ku thuhet se 10 ushqyerje të një personit me gji e ndalojnë martesën. Pra nëse një grua e ka ushqyer një person qëllimisht 10 herë me gjirin e saj, kjo grua është ndaluar për atë person që ai të martohet me të, apo në disa raste edhe fëmijët e tjerë të kësaj gruaje nuk mund të martohen me këtë person që është ushqyer 10 herë nga gjiri i saj. Pra, pastaj ky hadith vazhdon edhe thot se mbas disa kohe kjo gjë u shfuqizua dhe u ndryshua në 5 ushqyerje. Do thotë nga 10 vjen në 5 ushqyerje, në 5 ushqyerje me gji. Pra, ky është, siç thash, ai koncepti i abrogimit që është zaventsuar me diçka tjetër. Pra, 10 ushqime zaventsohen me 5 ushqime. Edhe sipas këtij hadithi, pasi ky zaventsim ndodh, profeti Muhammed vdes. Ky abrogim, ky zaventsim, pasi ky ndodh, profeti Muhammed vdes. Pra deri në momentin e vdekjes së Muhamedit, sipas këtij hadithi, recitimi se 5 ushqime me gji e ndalojnë martesën ishte në fuqi deri në vdekjen e Muhamedit. Mirë po, ajo çka është interesante është se ky ajet apo ky recitim nuk gjendet në Kur'anin që
që kemi sot. Kur nuk ka një ajet në Kur'an që thot se që thot një gjë të tillë. Por kjo na konfirmon se Kurani apo mënyra se si recitohej Kurani në kohën e Muhamedit nuk është saktësisht e njëjtë me ato që kemi në Kuranin që kemi sot. Të paktën kemi një varg apo një ajet që u hoq nga Kurani mbas vdekjes së Muhamedit. Edhe pse muslimanët besojnë se këto abrogime, këto zavendësime kanë ndodhur vetëm gjatë kohës së Muhamedit që ai t'i aprovoj ato apo të ketë autoritetin që t'i bëj këto zavendësime. Kjo siç duket, ky hadith na thotë se ky ajet lidhur me 5 ushqime të xhirit që ndalon martesën për këtë person ekzistonte dhe recitohej deri në vdekjen e Muhamedit. Por Kurani që ne kemi sot nuk e ka këtë ajet. Nuk mund ta gjesh këtë recitim. Pra, e shohim që të paktën një ajet që ekzistonte në kohën e Muhamedit nuk ekziston në Kuranin që kemi sot. Pra, mos kjo është vetëm siç e pa, nga burimi islam është nga hadithet. Dhe ky është vetëm një rast, ka edhe raste tjera që besoj që do të vazhdojmë të bëjmë video të tjera lidhur me gjëra të tilla ose mund ta shikoni videon siç thash fillim që kemi bërë më parë. Kështu që mos na thuani, ju lutem, musliman mos na thuani se Kurani është saktësisht i njëjtë. Kurani që kemi sot është saktësisht i njëjtë me atë se çka ju shpall Muhamedit. Për fund, sinqerisht dua të sfidoj gjithë dietarët musliman që të na japin të bëjnë një video, të bëjnë një postim se që të na shpjegojnë se çka ndodhi me këtë recitim, çka ndodhi me këtë ajet lidhur me ushqimin 5 herë me gji të një personi që do të ndalonte martesën. Kush e hoqi këtë ajet, këtë recitim? Pse nuk recitohet sot? Nëse ishte në recitim deri në vdekjen e Muhamedit, kush kishte autoritet që ta largonte këtë, që ta heqte apo ta abrogonte këtë ajet nga Kurani mbas vdekjes së Muhamedit? Ju lutem, na jepni përgjigje për këtë gjëra sepse kemi dëshirë që ta dimë se çka është e vërteta këtu. Faleminderit edhe një herë miq të nderuar, edhe ju lutem kontrolloni këto gjëra vet. Mos më besoni vetëm mua atë çka unë them, por shiqoni vet, mund të shkoni të lexoni këtë hadith vet edhe të mendoni vet për këtë gjëra. Edhe një herë Kurani nuk është ruajtur në mënyrë të përsosur nga Allahu. Dhe Kurani që kemi sot nuk është i ngjashëm me atë që Muhamedi e shpalli. Nuk është saktësisht i ngjashëm me atë që Muhamedi e shpalli. Ju falemnderit edhe Zoti ju bekoft.